Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në një intervistë për televizionin serb në një, është shprehur se Shqipëria dhe Serbia kanë armiqtë e përbashkët dhe duhet të bashkëpunojnë për të ecur përpara, pa u përqendruar në çështje të vogla si një ndeshje futbolli. Serbia is not our enemy. Serbia nuk është armiku ynë. Shqipëria dhe Serbia kanë armiqtë të përbashkët, varfërinë, papunësinë, shumë plagë që janë trashëgimia e qeverisë së keqe nga e kaluara, si këtu ashtu edhe atje. Njerëzit janë në kërkim të përgjigjeve. Le të bëjmë diçka të madhe së bashku. Le të mendojmë për veprat e mëdha. Ne nuk duhet të jemi aq të vegjël sa një top futbolli, u shpreh Rama. Kryeministri Rama përmendi edhe faktin që i ka bërë ftesë kryeministrit serb Vučić të vinë në Tiranë dhe siguroi për çdo gjë që ai do të thotë, Shqipëria nuk do të ndihet e provokuar. I have invited him to come to Tirana. E kam ftuar kryeministrin Vučić të vinë në Tiranë. Ja kam thënë këtë gjatë konferencës për shtyp, por ja kam thënë edhe privatisht dhe ai mund të thotë çfarë të dojë dhe askush nuk do të ndihet i provokuar. Ne duhet të bashkëpunojmë, tha Rama. Kryeministri shqiptar nuk la pa ritheksuar faktin se Serbia duhet të përballet me realitetin dhe të njohë Kosovën, çfarë është në të mirë të të gjithëve.